në kurat e hershme, ishte një zullumqar i madh. E kishte emrin Haxhax. Ishte me drejt diktator dhe shumë, ai ishte zullumqar i madh. Dhe një grup njerëzish u organizuan që të bëjnë një puç, grushtet kundër tij, që mund të ishte i përgjakshëm me viktime, me pasoja. Dhe kërkuan legjitimitet për këtë veprim nga një nga dietarët e asaj kohe i quajtur Hasan el-Basriu. Hasan el-Basriu ishte njëri mençur, ishte vizionar, ishte njëri urtë, i dinte situata të mirë. Dhe ai e kuptonte Haxhaxhin, domethënë produkt të këtij grupi. Jo e prodhuat këtë zullumqar. Domethënë nuk doli ai nga i huaj, nga ju erë. Mi po si tu shpjegon këtë? Tha Haxhaxhi kështu. Ai foli me gjuhën asaj kohe, ne mund ta përthejmë gjuhën tonë me konceptet tona, por e rëndësishme është mesazhi. Tha Haxhaxhi është produkt i mëkateve të juaja. Apo. Ju duhet të përmirësoheni, tek Allahu të pendoheni që del dikush tjetër pastaj nga ju. Kaq është formula. Shumë thjesht. Prandaj domthon nuk ka njeri që bën zullum mbi një popull e që nuk ka dalë nga këto familja. Nuk po them që populli është zullumqar. Po minimumi është nuk është i përgjithshëm në detyrat që i ka. Nëse çdo kush për shembull i kryen si duhet përgjegjësitë e tij që i ka. Minimumi përgjegjësi është vota. Atje mund ta tregojmë përgjegjësinë tonë tek e fundit. Bukur fort. Ose në forma të tjera apo. Dhe është e pamundshme. Nuk po flas për ndoshta kalkulime politike ose për sociale apo tjera, po flas vetëm nga aspekti fetar. Zoti është i drejtë. Askuj nuk i bën padrejti. Nuk është e mundshme që një popull të jetë me të vërtetë shumë i drejtë, i përgjithshëm, e i mirë nga gjitha aspektet, e në fund të fundit të ndëshkohet me një udhëheq të padrejtë. Është e pamundshme. Ai është një reflektim i një gjendje çfarë kemi ne atë. Andaj mund të jemi ne për shembull të padrejt ndaj punëtorit, e pastaj bëhet ndaj nesh dikush është mbi ne. Kështu Zoti një mbi një e ngarkon. Andaj për shembull kur dikush kërkon ndryshim të pushtetit, i them ndryshoje pushtetin tënd familje. Ti je kryefamiljar. Si po udhëheqi me familjen tënde? Ai i përgjithshëm apo i kryen detyrat? Nëse je ti kështu, Zoti ta bën një shef në punë të përgjithshëm. E ati shefi ja bën një drejtor të përgjithshëm. E këtij drejtor një kryetar komune të përgjithshëm e kështu me radhën. Prandaj mendoj që ndryshimi fillon nga vetja. Duhet të jemi ne të përgjithshëm që pastaj në mënyrë zinxhirore të bartet përgjegjësia deri tek instancat më të larta të udhëheqjes të shtetit.